është një gjë jo e arsyeshme. Nëse hyn me 70 kg në muajin e shajt të Ramazanit, edhe del me 74-5 kg. Nuk është kjo në rregull. Nuk duhet të shtojmë peshë gjatë muajit Ramazan. Duhet të humbim peshë, jo të shtojmë. Jo të mbajmë atë peshë që e kemi, të humbim peshë. Se qëllimi tash të nën pesha mund të fitojnë. Ama të qëllimi i praktikës së agjërimit është të përfitojmë shëndet. Nuk përfiton shëndet nëse shton peshë. Edhe kemi peshë normale, del me një peshë hala 2-3 kg a tepër. Jo, se dikun ke gabu. Ku ke gabu? Te ushqimi. Ne jemi dëshmitar që në tryezën tonë, në kohën e iftarit, aq shumë qesim ushqime, sa që shumicën e ty ne i hudhim. Nuk mund t'i hajmë, po syni ngopën, i unt, edhe do në ngopën, a i së ngopet kur. Po nëse ushqemi për nevojat e trupit, nuk kem nevojë kush e ditë se sa për sasit ushqimit. Ne i dim... Kështu do të finalizojmë Ramazanin që t'jemi të shëndetshëm? Konkretisht si ta përfundoj Ramazanin pa shtuar peshë? Jo, do të me humbë peshë. Nëse dojnë të bëjnë përfitimet shëndetësore, sigurisht do të humbim pak sa peshë. E kam fjalën për personat me peshë normale dhe ata që kanë mbi peshë. E fatkeqësisht, pak gjenë me peshë normale, shumica jemi me mbi peshë. Po si të humbë peshën, kur ushqimi i natës është ndër faktorët kryesor të shtimit të peshës?